secili duhet mendoj dhe të përkujtoj fletushkën e punëve të tij, sepse çdo person ka fletushkën e vet. Me shkruajnë. Është fletushka e çdo personi, fletushka e ditës dhe fletushka e natës. Fletushka e natës ngrihet pas agimit, përpara lindjes së diellit, tek Allahu i lartësuar. Ndërsa ajo e ditës pas namazit e kindis, përpara namazit të akşamit. Ndaj secili duhet të mendoj se çfarë shkruhet në fletushkën e tij. Dhe të mundohemi që atë fletushkë ta mbyllim me istighfar, me kërkimin e faljes për Allahun Azza wa Jall, Allahun Tabaraka wa Taala. Sepse istighfari, vëllezër dhe motra, pra kërkimi i faljes, duke thënë astaghfirullah, o Allah më fal, astaghfirullah wa atubu ilejk, o Allah më fal dhe unë pendohem tek ty. Mund ta thuash edhe shqip, aq më mirë arabisht duke ditur kuptimin. Sepse istighfari, vëllezër dhe motra, është kurora e kësaj fletushke. Ky istighfar, ku Allahu Azza wa Jall na tregon se sjell bereqetin nëpërmjet tij tek fëmijët e tu, pasardhësit e tu, familja jote dhe pasuria jote. Sjell bereqetin në moshën tënde dhe jetën tënde. Sjell bereqetin në rizkun tënd, furnizimin tënd. Sjell bereqetin në dëgjimin, shikimin, forcën tënde fizike, mendore dhe kështu me radhë. Dhe po kështu, personi me këtë istighfar bëhet i tillë që i pranohet duaja, lutja. Allahu Azza wa Jall e mëshiron njeriu i cili kërkon falje prej tij. Dhe Allahu Azza wa Jall i do ata të cilët kërkojnë falje.